E vrau Fatmirin, i kallëzoj që ke bu gabime, po plus e prishin në racionin e vëvës që thëshin sa me Lushtoko a mreti partis. E mreti partis nuk arriti me fut në Partinë Demokratike Fatmir Limen. Sa i mreti partis Dejona Mihalit, që është sa me Lushtoku se po e prodhojnë Gogolin, a i publikisht dule tha, edhe Ramizi, tha merne, kë nuk e morri, tregoj që partia pak më ndryshe vendusin. Gabimet politike cilat i ka bon Fatmir Lima, unë besoj që ka me i pagu me datën 28 dhjetor. Jemi gjallë. Elektorati Fatmirit ka me votu pëdëkën. E di pse? Sa ta e din që mos hyrja në parlament e Fatmir Limës, votat tani shkojnë të Baba Albin. Kështu që jemi gjallë folim me 29-nin, a jemi këtu me 29-nin? Po, do t'jemi me pranverën me mafia. Me kapelat të pavadimit. Pranverën edhe me 28-in e keni këtu, edhe me 29-in nuk ka problem. Po unë kjo kom drejt, unë Milajem, veç që ta më së mundani me saktësi me thonë, këta kanë me bu kështu, këta kështu. Na veç japim këtu, si prognoz, me ndu. Jo, nuk e kom prenotu, se kom e najt me votu këto edhe nuk lëvizi. Adip se folim me saksi, kur fol Halili për akën, fort e dëgjaj. Se kuj disa në të dhe mrana akës. Po ndërrojnë të arvolat në akë, edhe për LDK. Krejt po ndërrojnë të pak. Në disa parti politike nga branda që shzihen. Me të respektin që kam për Fatmirin, po ka bo gabime politike që i kanë kushtu. Jo e po, tash Milajem që i kushtu se se mërë me Albin Kurtin. Nuk ka dosht. Unë kisha nej qyqe vetën në parlament, kur njët nuk kisha shku me Albin Kurtin me bon koalicion një njëri që ka shkatru gjdo urë të bashkëpunimit me përëndimin edhe me Ameriken. Kaq? Okej, mirë se... Qush more okej? Po mirë, që ta shpërndajmë debatin. Në ndovo që po tu mirë ka bo Albini. Hodaj, po pret, si po e pret rezultatin? Qarë po pret në 29 dhjetor se kemi filluar të lakmojmë tash? Vije më shpejt. Po pres manifestu festat e fund vitit me familje të gjanë dhe mënyrë festive, ndërsa rezultatin kam i prit me qetësi dhe dashuri, qysh të voton qytetari i Republikës së Kosovës. Mendoj që nuk ka me pas shumë ndryshimet më në krahasi me zgjedhjet e shkurtit. Ashtu janë pritjet e mia, pak a shumë njëjtë, mund të lëvizin 2-3%, mundet pastaj në Kosovë nuk besoj që ndryshon shumë elektorati, mos ose pak edhe mundet me ndryshu, po jo shumë. Diaspora pastaj kjo, tash nuk e di efektin e diasporës konkretisht, po mundet me qenë, unë nuk jam më sigurt, po i pashë disa shifrave që kishin ardhur vitin e kaluar rreth 300-400.000. 300-400.000 njerëz, po 70.000 janë ata që shkojnë për vitri. Që mundën me qenë rreth 100.000 votos apo 150.000, mundën me bë diferencën në sistemin tonë të Kosovës ku jemi. Dhe tani këto të shohim. Mendoj se qytetari i Kosovës është jashtëzakonisht vitin e kaluar, për fund vit kanë ardhur 300 e diçka mijë qytetar. Është mendoj që është jashtëzakonisht automatikisht janë votues. Tani kushta dhe jo, absolutisht. Që ta vinë me fëmijë, me familje. Jo, e vërtet, o tash një para gjykon. Unë tash rreth 100.000 votos tash. Unë tash 300-400.000, 100.000 votos. Rreth 120.000 dolë. Po, është shumë pas. Maksimumi. Dhe nëse 77.000 ka qenë në shkurt, 23.000 ka marrë vetë vendosje, nëse jemi me të njëjtën përqindje, prap nuk është ndonjë diferencë e madhe që mund ta bëjnë. Diaspora, nëse shkojmë me trendin e njëjtë realisht. Jo, kjo ka dhe efekte tash, përkundër unë mendoj që AKJ ka bërë jashtëzakonisht përpjekje të mëdha, po rritja e trupit votues nëse dalin shumë mundet me rreziku pak, edhe kjo pastaj mundet me ndryshu lojën nëse ka rrezik për AKJ për punën e pragut, përkundër që mendoj që ka bot pa mundunën me bani listë mirë me kalu. E këtu se besojnë, cilin prag? I kanë pas komunas, ata cilit pragun e kanë siguru? Mendimi jam është, s'ka lidhje për komunat, mendimi jam nëse rritet trupa votuese, pastaj pragu rritet. Ne kemi pasur 50.000 rritje nga zgjedhjet në zgjedhje, është zakonshëm. Jo, 1 milion të plota. Konkursi ka prit zgjedhjet e kaluara, thoshë 70 shkurt deri 1 milion gati. Jo, në fakt në zgjedhjet e fundit 150.000 ka pasur rritje jashtëzakonshme. Konkursi ka prit. Ata që bëjmë projekcion, ne që kemi bërë projekcion, po tham që kjo rritet ne që kemi bërë projekcion, kemi treguar që në 4 vite të plot, në një mandat, në fakt është 50.000 numri që rritet i votuesve dhe
saktësisht doli. Në diaspor kamera dhe alianca që mi kishim votuar në Absolutisht. zgjedhjet Po dhe ata që vinë prej diasporës, ata krejt i votojnë gjitha partisë. Natyrisht kemi pas dy ministeritën që kanë votu ma tepër VV-n, po për çka ndodhen këto rastet e fundit? Për arsye se i kanë votu LDK. Për një përqindje të vogël rritja trupës votuese rrezikon pak. Që ky ka thonë alfabet funksional, hajvanat që su ka thonë sikur është diferenca. A kupton? Në rregull. Mi thonë Nuk i di sa me qenë nëse është shumë afër, do të thotë nëse Unë po bëj krahasimin me zgjedhjet e kalume, zoti Zati. Unë po bëj krahasimin me zgjedhjet e kalume. Edhe mendoj që është legjitime edhe është faktike që kjo që po bëj analizë. Nëse zgjedhjet e kalume i ka marrën sa përqind, 7-8% me nismën, tani nuk e ka nismën, po rikuperohet në mënyra ndryshme, është legjitime me vunë pyetje nëse rritet trupa elektorale. Unë mundi mja bërë rafsh, po mendoj kjo është ma mirë, po kënë më përgatit. Në rregull është, po Nisma i ka shkaktu veç dome, si duket AK-s, edhe shumë votues janë tërhiq, edhe e pam që në fund edhe dul AK-ja, kemi pasur prej zyrtarëve tyne që kanë bënë një analizë pak më të thellë, që domethënë Nisma nuk ka pru diçka produktivitet, veç që ka pas çata tre. Shumë një entuziazëm të jashtëzakonshëm sot në studio për të folur për AK-n. Kështu që Më interesant. Jo, mendoj që ka bërë pyetje jashtëzakonshme me AK-ja me listë. Natyrisht do të flasim edhe Nuk kam asgjë kundër, bile do ta nxjerrni një video në fund. Ai të gatshëm të shihni një prej videove për mua më emocionale që kam parë ndonjëherë. Në jetën time. Ishte momenti kur Haradinaj, nuk e di nëse regjia mund ndërin shpejt e shpejt të ma gjenë videon, ishte momentin kur Haradinaj ti nxjerret për të komentuar video e nënës Ruk, që vajton 3 djemë të humbur, Shkëlzenin, Luanin dhe Enverin. E shojmë pak, ishte moment shumë emocional sot. Luani, Shkëlzeni, Enveri, jam në bua. Për shakajt. Jo. Femna shqiptare, kjo veçka e dëshmon se kush ka qenë Gjeva, kush ka qenë Mirvetja, kush kanë qenë zone atira që kanë dëshmore, kjo s'ka ra dëshmor, po nëse merr rrugën ose luftarët e gjalla që ka plot, që i kemë pas në luft, po rasti i kësaj është tepër interesant. Pra 24 mars 98, dhe pra në verën e vitit 99, e çfarë në fakt vjeshta e vonë e vitit 98, që ka he kjo. Po ka qenë një situatë femër, krejt familjen në luft, edhe një fëmijë në Kroqe. Pa imagjinone në Kroqe se në qonë s'ke mujt me e bajt, se në qonë do tash me bajt arme, gjëra tjera, ka qenë një Kroqe që këto që shkon pazar. Kështu që i merë me ble e harq, e fëmija në ta dhe që ashtu i ka bajt veçanit. Në për pak qasë për të ndjekën natyrisht dhe për të patur reagimin e zotit Haradinaj me shumë respekt. Jemve, Shkëlzeni, Luani, Enveri, Hima është djalli ajs, i amushit e Shkëlzenit, edhe ajo është i vranë, edhe vjeni folim me ta krejt, se kom më kodë gjallë. Po s'po marrë këthejnë këta. Luani, Shkëlzeni, Enveri, jam në bua. Për shakajt. Jo. Fotografi. Vërtet, Dam ju këtu emisionin për sonte, për te çdo natyrisht komenti politik është zëri një nëne që natyrisht e gjithë na fut në emocionin, një nëne simbol natyrisht i rezistencës, i lirisë edhe i gjithë shkafit që gëzojnë sot. Natën e mirë, i takomi nesër.
emision sponsorizohet nga Pavin Cafe, Prishtina Ticket, Valone, 4A,